Sindikatave të Maqedonisë së Veriut që paga minimale të rritet në 600 euro. Qeveria në Shkup të ditur se ka rritur pagën minimale në rreth 440 euro. Këtë harmonizim. Paga minimale e cila në vitin 2025 arriti në 36.037 denar në shumën bruto, për vitin 2026 do të jetë 38.507 denar bruto. Përkatësisht 26.046 denar neto. Kryeministri Hristijan Mickovski njoftoi se rritja e pagës do të nisë nga muaji prill. Në rendite ishte informacioni për nivelin e pagës minimale, nga muaji prill do të fillojë të realizohet pagesa sipas nivelit të pagës minimale për marsin. Me vendimin e qeverisë nuk është pajtuar lidhja e sindikatave, e cila paralajmëroi vazhdimin e protestave deri në rritjen e pagës minimale në 600 euro dhe pagave të tjera nga 100 euro më shumë.